është po ajo që po ndodh, jo vetëm në Amerikë, edhe është kudo sot që fryn një herë e tillë. Mendoj që kjo vjen pikërisht nga ajo që quhet neoliberalizëm, domethënë tkurrja e shtetit mirëqenies dhe si thua një lloj çrregullimi i tregut dhe një shpërndarje e padrejtë e pasurisë. Ju jeni majt? Po. Po jo i majt si Partia Socialiste. Partia Socialiste s'ka asgjë të majt. Çfarë ka Partia Socialiste? Partia Socialiste është një parti neoliberale si të tjera, domethënë. Si që të tjera, dhe i përshtatet kohës. Nuk ka shumë ndryshim nga PD-ja në këtë drejtim. Nuk. Kurse socialdemokracia skandinave për shembull është krejt tjetër gjë. Në Spanjë për shembull janë të majt? Po është Partia Socialiste, pastaj ka parti që janë më të majta, se Partia Socialiste janë në koalicion me të. Sot. Ju keni njohur personazhet nga afër, personazhet që dominojnë politikën shqiptare, si Berishën edhe Ramën, besoj. Po, e kam njohur. Besoj më shumë Ramën. Po. Ka ndryshuar shumë? Si? Ka ndryshuar shumë? Po, pushteti ndryshon, sigurisht. Kjo siç duket është që pushteti ndryshon, njerëzit e takoni përsëri Ramën. Ka takoj se kam takuar. Ndërsa Berishën? Berishën e kam takuar në fillim kur dola nga burgu, në Tenjishin, kam takuar 1-2 herë, ishte lideri i opozitës në atë kohë. Edhe kaq, nuk është se mbajtet më rreth për sa kohë 97-a ishte një për arsyeve që. Po as më përpara, domethënë nuk e kam, mbas në Tenjishit nuk e kam takuar më. Shtu Tirana, si është? Shqipëria, si është? Tash edhe kjo don të njohur ti. Po jo sa erdhën nga, ju tani keni ardhur, ju dy keni ardhur praktikisht, edhe kjo Shqipëria sikur ndryshon me ditë. Ka gjëra që janë më mirë, ka gjëra që janë më keq. Ka një lloj sistemimi të qytetit, të qendrës, një lloj glamori, ka më shumë drita, rrugët më të mira, po nga ana tjetër janë këto kullat që janë krejt, janë absurde. Janë absurde, janë të frikshme. Të frikshme? Të frikshme, ja. Po, kur shoh ato mendoj për Serkasin që thot lidhjen me Dajtin. Ndërkohë, edhe kjo do një emision tjetër, po unë po e bëj si pyetje, është në burg një djalë i cili drejtoi Bashkinë e Tiranës dhe lideri i opozitës Berisha e përmend gjithmonë fatin e tij si një fat të ngjashëm me të babait tuaj. Po s'ka lidhje fare, është tjetër situatë dhe të tjera shkaqe janë këto. Po i ç'bëj dhe kthehem te kaluara edhe për një gabim të madh në fakt, po duke ditur sa ju doni të dini që e ndiqni këtë ekran, po nuk mund të bësh pyetje që duke bezdisur, kjo është e qartë. Dhe për më tepër kur ftesa është për një libër. Po ne gjejmë mundësinë për ta përdorur edhe letërsinë për të folur për realitetin. Po letërsia në fakt nuk ka lidhje me realitetin. Çfarë është letërsia? Çfarë është letërsia? Letërsia në radhë parë nuk është që pasqyron realitetin, po e merr realitetin si pretekst dhe bën një parodi të realitetit. Letërsia është kërkimi i qenies, i misterit të qenies. I misterit të shpirtit njerëzor dhe i qenies si të tillë. Duke lexuar dhe shkruar, e keni gjetur ju? Duke lexuar dhe shkruar, ju e keni gjetur misterin? Ai nuk gjendet asnjëherë. Ai në një farë mënyrë përjetohet. Mund të thuash. Nuk mund të gjendet në mënyrë që ta shprehësh me fjalë, thuash që është kështu, është kjo, është kjo. Përveç se duke shkruar një libër tjetër. Më thënë, e rëndësishme është rruga, ajo është ajo që na knaq, që na mbush, që na pëlqen. Shkrimtarët që ju tani pëlqeni? Librat që ju po lexoni? Rilexova një libër Danilo Kishit tani, një varr për Boris Davidovićin. Ju rikthyet? Po. Për ndonjë arsye të veçantë? Për të tretën herë. Për tretën herë? Po. Po është arsye doja të lexoj një libër të mirë dhe rilexova. E njëkohësisht tani jam duke dhënë një seri leksionesh në Universitetin Mesdhetar, politika dhe letërsia moderne, dhe një nga autorët për cilë do flasë është Danilo Kishi, por jo konkretisht për këtë libër. Në universitetin në Shqipëri?
Si? Mësime në Shqipëri. Po jap leksionin e një në universitet mesetar. Dëgjojnë për letërsinë të rinjt e TikTokut? Ata janë të vëmendshëm, ata që vinë në kursin tim janë të vëmendshëm, që vinë leksionet e mia. Kanë pyetje? Po, sot kishte pyetje, ishin interesante. Për letërsinë vetëm? Më tepër ishin përgjigje që i bëri një profesor, se sa pyetje. Po kishin të bërë me estetikën më tepër. Më thënë janë të vëmendshëm, ndryshe shpendojmë ne që rinia e TikTokut e zhurmave, ata njerëz që ju keni student. Ata që kanë ardhur atje janë të vëmendshëm. Të vëmendshëm. Ose interesante. Ju falenderoj shumë për këtë. Faleminderit juve që më ftuat. Faleminderit dhe ju uroj shumë fat librit tuaj. Kënaqësi.